Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxha ende vazhdon të mbetet e mbushur me mister. 24 orë pas ngjarjes, policia e Vlorës nuk ka asnjë detaj lidhur me autorin. Menjëherë pas ngjarjes janë marrë në pyetje rreth 10 persona. Ata kanë qenë kryesisht familjar të afërm të tij, komshin dhe koleg, por dëshmitë e tyre në komisariatin e Vlorës nuk kanë dhënë ndonjë detaj të rëndësishëm, ndërsa thjesht kanë pohuar se viktima ishte një njeri pa probleme dhe nuk kishte patur konflikte me askënd. Edhe nga banorët e zonës njihej si njeri pa probleme, ndërsa në dëshminë e saj bashkëtuesja ka treguar vetëm se si e ka gjetur të vrarë dhe ka njoftuar policin. Askush nga banorët nuk ka parë personat që kanë kryer krimin. 58 vjeçari është goditur nga shumë pranë, fillimisht në trup për ta penalizuar që të mos lëvizte, më pas dyer në kokë me armë zjarri pistolet. Momentalisht dyshohet se kemi të bëjmë vetëm me një person që ka kryer krimin. Ai ka hyrë nga një rrugicë pas pallatit ku 58 vjeçari punonte, duke i dalë këtij të fundit përballë. Nuk përjashtohet mundësia që personi që ka kryer krimin të jetë ndihmuar me informacione të bollshme rreth lëvizjeve dhe vendodhjes së tij. Pistat kryesore të hetimit janë konfliktet e mundshme së fundmi dhe përfshirja në ndonjë ngjarje. Dyshohet se autori ka lëvizur në këmbë dhe njeh mirë terrenin dhe itinerarin. Mendohet të jetë larguar në një tjetër rrugicë, gjithashtu në errësirë të plotë dhe pa kamera sigurie, pas banesës së 58 vjeçarit që të nxjerrë në lagjen pranë. Janë sekuestruar DVR dhe 10 kamera sigurie, të cilat po analizohen. Pritet të shihet nëse prej tyre do të nxjerret ndonjë detaj. 58 vjeçari jetonte i vetëm në shtëpi. Ishte babai i 2 fëmijëve të rritur. Gruaja e tij e parë jetonte në Itali dhe shpesh fëmijët vinin për ta takuar. Prej kohësh jetonte me një bashkëtuese të dytë. Në një intervistë zonja Rakipa e shprehur se në dieninë e saj 58 vjeçari nuk ka ndier kërcënim, dhe as nuk është përfshirë në ndonjë konflikt të mëparshëm. Rutina e tij ndryshoi kohët e fundit pasi Hoxhaj nuk ka pasur një orar të rregullt të kthimit në shtëpi apo të daljes nga banesa. Çifti bashkëtonte prej rreth 2 vitesh në shtëpinë e të ndjerit Hoxhaj. Bashkëtuesja shpreh se prej gati një viti e gjysmë ai nuk punonte më si roje. Rakipa i tregon dhe pak nga ajo se çfarë ajo ka dëshmuar para uniformave blu. Sipas saj ajo ka dëgjuar të shtënat e armës teksa ndodhej në shtëpi, por i ka konsideruar si fishek zjarre. Pas rreth 2 orësh ajo ka dalë nga banesa dhe ka parë Hoxhajin të pajet. Ka njoftuar ndihmën e shpejtë, por 58 vjeçari kishte ndërruar jetë që në vend ngjarje. Bashkëtuesja e të ndjerit, edhe pse nuk është në dieni të ndonjë konflikti të mundshëm të viktimës, është larguar nga banesa ku të dy jetonin, pasi shpreh se ka frikë.